goditje dhe SPAK dhe sektori ndërtimit, unë në fillim të pyes Dorianën, them unë është më mirë. Doriana, hetimet e fundit SPAK kanë çuar në sekuestrimin e qindra milionë euro në kulla resorte e tjerë, duke prekur kriminal përgjithsisht, njerëz të lidhur me botën e krimit. Sa sipërfaqe kanë ndërtuar që dyshohet në kanë pastruar parat dhe a mund të shkaktoj kjo goditje në sektorin e ndërtimit, sipas jush? Kjo gjë që ka ndodhur. Do të kthehemi një 10 vjet pas në kohë për të kuptuar që në rastin e Tiranës, po jo vetëm, gjitha qytetet tona ju nënshtruan në zhvillimit e atyre që ishin planet e përgjithshme vendore. Në 2016-ën, Stefano Boeri, një nga star arkitektët që shfaqet dhe në libër, bëri planin e Tiranës dhe aty planifikonte një qytet për 1.6 milion banor. Ndërkohë që Tirana në këtë moment që flasim, nuk si bashki është 500.000 banor. Si 500.000 jemi në tani? Po, si pas censit të fundit. Qytet. Si qytet pa rrethinat. Pa rrethinat. Po. Që të shkoj qyteti Tiranës 1.6 milion banor, do të nënkupton të trefishohet popullsia. Dhe kjo ka qenë një nga kritikat e planit, sepse këtu po ndërtohet për një popullsi që nuk ekziston. Që pyetja që neve si planifikues ngrem është kush do t'i banoj këto njësi, pasi në momentin që nuk dim kush do t'i banoj, normalisht më pas duhet parashikojmë që do kemi probleme me taksat, me shërbimet, me mirëmbajtjen e këtyre ndërtesave dhe me gjitha pasojat që ka një objekt i braktisur dhe i pabanuar që do kthehet në një barë shumë të madhe, qoftë për bashkinë, qoftë për buxhetin e përbashkët dhe më pas këto nëse janë të pabanuara kthehen në zona krimi, në vende të cilat banojnë pak njerëz ose nuk banojnë pak njerëz, pra pasojat afatgjata të këtyre njësive, miliona metra katror që kanë kaluar, mbi 10 milion janë tani të ndërtuara në qytet, te i kalojnë çdo lloj plani, pra jemi jashtë çdo lloj skeme që të paktën shkenca arrin ta shpjegojë nga pikpamja urbanistike. Kjo është nonsens, pra ofertohet një njësi, pra këtu arkitektura kthehet në instrument financiar. Nuk ka për qëllim as strehimin, as interesin publik, as të ndërkohë që kemi familje që janë ende të pastreja, kemi më shumë apartamente bosh se sa, pra nuk arrim dot as nevojat e banorëve tonë t'i strehojmë. Pra ky kolapsi midis metrave të ofruara dhe kërkesës, nga pikpamja urbane pritet që 10 vjeçari i ardhshëm ne do duhet të merrem me gjitha pasojat e këtyre volumeve të mëdha ndërtimore. Përveç pastaj sigurisht edhe faktit që paraja gri, ajo që është futur në qarkullim, e ka stokuar praktikisht vertikalisht si një parkim i madh i cili nuk funksionalizohet dhe këto objekte mund të rrinë ashtu edhe bosh gjatë gjithë kohës, ndërkohë që kanë zënë territor, kanë zënë lulishte, kanë zënë hapësira dhe impaktojnë sigurisht më pas gjithë qytetin. Nuk e dia ju përgjigja pyetjes? Jo, shumë e saktë. Edhe thjesht dhe qartë. Dhe shumë e qartë dhe po Tomuri? Se dëgjova që pyete arkitektin a do të goditet sektori ndërtimit nga këto aksionet e SPAK. Unë mendoj që sektori ndërtimit e ka marrë goditjen tani. Si e ka marrë, thotin? Sepse shumë nga këta ndërtuesit thonë që praktikisht është stopuar çdo gjë, nuk vjen me kush as të pyesi me, jo me të ketë transaksione në treg. Pra është krijuar një pasiguri. Qoftë nga goditjet e SPAK, nga protestat, nga situata e pasigurisë, nga frika e njerëzve që tani me sa duket po kuptojnë që nuk është shumë e zgjuar të investosh parat për të bler ajër. Pra për të bler apartamente që nuk janë ndërtuar akoma, po thjesht merrej leja, edhe fillonin njerëzit. Sepse mund të ndodhë që ai ndërtuesi ku ti po rezervon apo prenoton apartamentin dhe po paguan parat, rrugës mund të ndeshet apo mund t'i dali SPAK-u përpara. E kështu me radhë, pra duket se ka një bllokim të tregut, se sa do zgjas, sa do jetë i përkohshëm, apo do jetë i gjatë,
Pra do zgjas në kohë, këte nuk e dim. Por ndërkohë, si nuk ka rënit çmime, po ka ngritje të tyre? Ku ka, shikojnë, në qastin kur tani këta thonë nuk ka me transakcione, në qastin kur nuk ka transakcione, çmimi është një koncept abstrakt pasaj, se po nuk ka transakcione, nuk ka. Ata mund thonë që shitet me kaq, a shitet me aq, por po nuk ka transakcione, çmimi është kot. Këta thonë që mbas këtyre ngjarjeve është bllokuar, as nuk vjen me njëri të interesohet tonë. E thonë shumë nga ndërtues, nuk vjen me njëri. Po tani këto janë projektuar të tjera për të do ndërtojnë? Tani, shumë nga ato që janë projektuar, edhe nga këto që kanë paguar parat te arkitektët e huaj, nuk u ndërtuan as kur ishte koha pak më e mirë se sa sot. Ke kulla në Tiranë, të cilat kanë marrë lejen prej 3 apo 4 vitesh, ishte koha e euforisë famshme që 70 kate këtu, 80 aty, 100 andej. Pra kanë marrë lejet prej 3 vitesh e më shumë, të cilat nuk janë ndërtuar. Por ata ndërtuesit apo investitorët që kanë marrë lejen, mbredhin me lejen dorë dhe kërkojnë para, kërkojnë ortak, por që nuk i shkon njeri, sepse ajo ishte një çmenduri, nuk mund të ishte realiste që në një Tiranë të projektoheshin me 10 apo 100 kulla 100 kaçe. Nuk ishte sens. Ta menduan se do shisnin gjithkohën, do ishte gjithkohën ajo situatë, më vonë e panë që plus që ka dhe një faktor tjetër që tani edhe bankat kanë filluar të tremben, nuk para kreditojnë me kollaj në këto, pra qoftë qytetarët, qoftë ndërtuesit, qoftë qytetarët që kërkojnë blejnë banesa në për këto kullat e larta, por qoftë edhe ndërtuesit për realizimin e atyre. Zama? Ylli, të vetmi të fituar në këtë mes, janë disa oligarkë që i quajmë që i kanë përfunduar këto lejet e kullave, të cilët i kanë bërë me strukturën e financimit, pak parashitje, para legjitime pra nga njerëz që kanë punuar dhe parat që kanë burim narkotrafikun dhe i kanë shitur, kanë mbaruar punë, dhe star arkitektët, që si që thamë në fillim të emisionit, pagesën e merrnin për para se të shkonte projekti në KKT dhe të miratohej. Të gjithë të tjerët, sot po ndodhe në një situatë shumë të pasigurt. Tani, nëse do më lejosh, dua që ta zbërtej me disa shifra. Me lejet e zbardura janë 5 milion metra katror kulla që ka dhënë Këshilli Kombëtar i Territorit dhe 1 milion të tjera metra katror, pra rreth 6 milion metra katror në Tiranë që janë kulla, që nuk janë zbardur 1 milion të tjera. Mund të kemë përfunduar vetëm 20% e këtyre projekteve, i ka matur 1 për 1. Tani shojmë arrestimet e... Po 80? 80 janë në letra, janë në gropa, janë në ndërtime sipër. Tani ka marrë grup kompanit që kanë marrë lejet më të mëdhaja nga më të shumta në numër edhe në sipërfaqe përmes Këshillit Kombëtar të Territorit për kulla. Dhe janë ndarë në 5 grupe të cilat kapin 45% të lejeve dhe kam analizuar të gjitha bilancet e këtyre kompanive. Dhe struktura e financimit mesatare është 80%, ka nga ato që shkojnë edhe 95% clearing para blerje. Pra, asnjë para nuk është nxjerr nga investitori zhvilluesi që quhet investitor. Atëherë pyetja që lind është, cili është ky investitor? Cilat janë këto autoritete që miratojnë leje për kompani fantazma, të cilat nuk i kanë kapitalet që të justifikojnë investimin? I gjithë kuadri regulator, ligjor, është që nëse ti merr leje, ti më pas lejon që të shesësh duke lidhur kontrata sipërmarrje, paguan taksën e ndikimit në infrastrukturë duke lidhur këto kontratat e sipërmarrjes, më pas nis hap gropën dhe nis shet hajër dhe këtu fiton. Pra shteti që vendos nëse ti je i pasur ose jo, që nuk është një model shumë i mirë ekonomik. Tani çfarë ka bërë ky lloj modeli? Ky ka favorizuar parat kriminale që të depërtojnë në këtë treg dhe ka penalizuar qytetarët e ndershëm, ku nëse një pjesë e mirë e këtyre kullave që kanë mbledhur parat përmes kontratave të sipërmarrjes apo të parashitjeve nga konsumatorët, me gjasa nuk do të përfundojnë ndonjëherë për shkak të frikës që ka tregu se nuk kanë pasiguri. Pse nuk kanë pasiguri? Sepse nuk
ka mundësi dhe nuk ka shanse që të financoj gjysmën e kullës grupet kriminale dhe as një autoritet, as policia e shtetit, as Agjencia e Inteligjencës Financiare, as krimi ekonomik, as tatimet, as doganat, as kush, as një njësi shtetërore, as një institucion të mos shikoj sinjale që këtu ka depërtim për parave të pista. Po këto të na dalin të përgjimet e SKECC. Atëherë i bie që ka një bekim sistemik që ne si shtet favorizojmë këto para dhe ekonominë kriminale. Në momenti që ka protest, atëherë i bie që situata politike është e pasigurt dhe patjetër që ai që do që të fus parat dhe të investoj ka frikë. Dhe dy shifra të tjera do them. Vetëm me hetimin e çështjes grupit mos gaboj Klodi Hamzaj dhe Koçeku, Artur Sheu, po. Po, janë dy arestime të ndërtuesve, se Artur Sheu është tjetër çështje, nuk është ndërtues në kulla. Ku njëri prej investitorëve është Ilir Shtufi, tjetri është ka babaj ndërtues, ka qenë edhe dikur pronar të kompania Forever Construction, Ores Sota. Vetëm lejet e ndërtimit të këtyre kompanive janë 1 milion metra katror në Tiranë, që janë 20% e sipërfaqes së kullave. Ja se çfarë do të thotë me këtë goditje të spakut. Shtufi ka përfunduar vetëm 2 kulla, Forever Construction kullat i ka akoma në ndërtime sipër. Ja çfarë do të thotë. Nuk e di kush ka dhënë para, personin ndershëm apo para legjitime për të porositur aty, por nuk i dihet se kur do të mbarojnë. Doriana, po? Jo, vetëm se ndoshta e shkon për shtata dhe Dorianës. Skandali më i madh është kjo që gjithë arkitektët shqiptar janë tërësisht të përjashtuar. Janë të delegitimuar. Normalisht asnjë institucion nuk ju përgjigjet dhe të gjitha kullat e larta nuk mund të marrin pra asnjë ndërtues nuk mund të shkojë pranë institucioneve dhe të kërkojë një leje nëse e ka të projektuar nga një arkitekt shqiptar. E kanë detyrim të kenë një arkitekt të huaj, të paguajnë ato milionat për interesa që duhet të jetojë prokuroria, dhe në momentin që shkon një arkitekt shqiptar, asnjë institucion shqiptar nuk ju kthen më përgjigje dhe besoj që Doriana mund ta e konfirmojë këtë gjë. E para, e dyta, këto kulla që thotola, ne kemi vetëm 2 biznesmen të cilë ndërtues të cilët janë të arrestuar. Ata mund të mbeten ngërmadha, ne kemi plot ndërtime. Kemi edhe kullën të Ishe Ekspozita që ka mbetur në vend numërosh, një kullë e cila për shkak se njëri, pra djali ndërtuesit është po ashtu në kërkim ndërkombëtar, aktualisht i arrestuar në Brazil, por që ishte vite me radhë në kërkim ndërkombëtar, pra ke një sër. Është bllokuar nga Jo. Është një pjesë, jo e gjitha, nuk është sekuestruar, ka vetëm pjesa, pra nuk është sekuestruar, ka vetëm një pjesë shumë të vogël në raport. Problemi është që ajo ka ngelur, po imagjino sa kulla të tjera, në momentin që bëhet një goditje, ngelen në vend numërove, kthehen më pas në ngërmadha dhe kjo më pas do të krijojë edhe ato që dhe patjetër më kanë ardhur te Spaku, shikoj për ditë avokat që vinë dhe kërkojnë çlirimin e apartamenteve, të cilët i kanë paguar te këto ndërtesa, janë sekuestruar on blok, ndërkohë ata pretendojnë që parat i kanë të ligjshme, po ju bëhet dëm e tjera me radhë, ndërkohë që duhet parë më pas hetimi financiar, akti i ekspertimit, pra kjo do të krijojë gjithë të tensionin më vonë. Po. Ju jeni urbaniste. Ju pyes si eksperte infrastruktura, kjo infrastruktura ndërtuar tani e gjithë, a ka një studim të qartë për të jetuar njeriu në këtë qytet? Se vëre për shumë që temperaturat janë shumë më të larta se sa nga jo në rajonit, po pjesë tjetër të vendit apo si është kjo punë tani? Fatkeqësisht kjo është pjesa që është dhe më e rëndësishme, në fakt që na mungon neve dhe këtu është kritika kryesore që i bëhet këtij modeli zhvillimi. Pasi promovohet arkitektura si estetik, por ajo është vetëm maja e icebergut dhe e gjithë pjesa më e rëndësishme e qytetit dhe të jetuarit të është pikërisht gjithë infrastruktura, mobiliteti, transporti, duke filluar që nga mbledhja e ujërave të zeza tek furnizimi me ujë, mënyra si lëvizin njerëzit, më pas hapësira, gjelbërimi për të shkuar drejt funksionalizimit të qytetit në kushtet e ndryshimeve klimatike, për të ulur temperaturat, për të rritur cilësinë e ajrit, pra gjitha këto probleme që kemi neve, vijnë pikërisht si pasojë e këtij modeli zhvillimi i cili injoron interesin publik, që është kryesori, i cili vjen me gjitha këto kërkesa të njerëzve të legjitime
për mungesat e atyre që janë funksionet bazë në një qyteti, dhe këtu mjafton të përmendim që Lana është një kanal i hapur i ujrave të zeza, që mbledh dhe një pjesë e këtyre kullave kontribojnë për të shkarkuar aty, dhe kalon praktikisht mes për mes qytetit, dhe po të kalojmë sot aty është një nga gjendjet më të bezdishme në qytet, përveç aromës dhe vatër infeksionit të tjerë. Por nuk është vetëm kjo. Ne kemi parë Tiranën të përmbytet nga ujrat e shirave të rëmbyshëm, sepse qyteti është i betonuar, është mbi 82% e sipërfaqes qytetit që ka zhdukur tokën, është komplet e koracuar me asfalt ose beton, dhe kjo është vazhdimsi, pra kjo vazhdon si proces dhe nuk ka një reflektim, edhe pse pasojat janë të matshme, të faktushme, të vërtetushme, dhe shifen çdo ditë dhe jetohen nga të gjithë. Por unë desha të theksoj dhe një detaj nga çfarë ju po diskutosh në lidhje me pasigurinë. Në 10 vitet e fundit, 12 vitet e fundit, që nga 2014, ligji për planifikimin e territorit, që është kuadri bazë, ka pësuar disa ndryshime, janë 8 ndryshime të një pas njëshme. Në funksion të këtij ligji, VKM-ja 408 e 2015 ka 12 ndryshime. I solla këto si shifra për të sjellë se sa herë ligjvënësit e kanë kapur në dorë këtë legjislacion, dhe megjithatë asnjëherë nuk kanë vendosur si kriter garancinë që duhet një zhvillues kur merr një leje ndërtimi të jap për autoritetet në rast se falimenton, në rast se objekti i tyre nuk përfundon, apo në raste kur ka hetim apo pezullim punimesh. S'kandash të ndërhyjnë në ligj ata, se ka pas interesa që nuk donin të ndërhyjnë. Tani, momentin që neve nuk kemi garanci, pra asnjë zhvillues nuk jep një garanci bankare për ta përfunduar ndërtimin, sot me krahasitjen e fundit të SPAK-ut në rastin e Vërnecit, kemi disa kompani, por dhe të tjera, të cilat janë pjesë e zinxhirit të furnizimit të këtyre objekteve, të cilët kanë ndërprerë gjithë proceset e punës, pasi kanë hyrë me kolateral 100%, me clearing, pardon, dhe si të tilla tashmë kanë bllokuar punimet në përkantiere, dhe kjo ka bërë që të rritet paniku brenda dhe sektorit ndërtimit, pasi praktikisht tani edhe ndërtuesit janë të bllokuar, dhe nëse ato, pra kjo rrjeta e SPAK-ut përveç këtyre që kanë paran, ka bllokuar edhe proceset e ndërmjetme të ndërtimit. Dhe sigurisht që shkalla e pasigurisë në sektor është rritur, dhe ndaj dhe ka një tkurrje edhe nga ana e blerësve, dhe të paktën dhe nga kolegët mi arkitekt që janë në sektor, vitin e fundit pothuajse nuk ka likuiditet, nuk ka më kërkesë për të blerë. Pra, unë bëra një pyetje këtu për kullot e tjera apo ndërtohen? Po. Që janë, apo kanë filluar të tërhiqen tani, se si do shkojë kjo punë? Se ndoshta mbetet e boshër, pjesa dërmuese e kryeqytetit. Janë të 3 skenarët, pra një pjesë e këtyre kullave nuk do ndërtohen, sepse shumë ndërtues janë tërhequr, po mundohen të shesin lejet jashtë Shqipërie, dhe janë disa që janë miratuar kanë disa vite. Po jashtë Shqipërie çfitojnë këta po i shitin? Do të ndërtojnë në të huaj? Nuk e di, por di që kanë dalë edhe jashtë kufive dhe ekspozohen në për pavionet të ndryshme, për të shitur si leje. Pra janë marrë leje dhe nuk po zhvillohen dot. 60 kaçit e rrugë Kavajës ka 3 vjet që është miratuar. Po dhe ky Ke Volkswagen. Ke Volkswagen dhe ky tjetri që është banka mbrapa, dhe ai është një të gjendje në mos gaboj. Ai është anulluar ndërkohë, është trequr. Okej. Pra ka një pezullim të disa prej këtyre, pak në ato që janë publike. Disa prej këtyre kanë filluar dhe nuk i dihet fati nëse do përfundojnë, pra mund të ngelen dhe si gërmada të pa përfunduara me vinçat mbi kokë. Dhe numri atyre që ka përfunduar, deri tani, në fakt, përveç atij që është kisha ortodokse, stadiumit edhe kullës Aba Tower, nuk ka kulla të tjera që t'jenë në funksion. Pra janë akoma në stadet e ndërtimit ose akoma në proceset e lejeve, edhe pse numri tyre ka kaluar mbi 140. Kriza e kësaj shumësie, do më thëmë në prodhim super ndërtime dhe që kush do hyjë aty, dhe goditjet e SPAK-ut do me thënë, dhe është një pyetje tjetër që ndoshta është edhe për dënojnë përgjigje kolegët, jo vetëm jo, përse këta që ndërtojnë tani nuk marrin, si që do të rëndom në botë, para në banka e këshu, po marrin parate, si që
si kundër se thot Spaku, edhe që i sekuestron, pse përdoren këto lloj parash? Dhe jo para tjetër. Sepse janë oligarkët që duan edhe paranë e krimit i vënë takse dhe para së krimit. Janë sekserët ata që bëjnë lidhjen ndërmjetësi. Ju mbajnë para këtyre. Po të shohë shtufin me sa është bashkërtak në sa kompani, cilët janë disa nga importusit, nga kompanit më të mdhaja, ma ditu të dalin në jetimit e Spakut pronare dhe bankash, edhe nuk i jep kredi vetës ai. Po e shet. Doriana, model financimi tjetër. Ishte kënaqësi. Unë kam dhe dy pyetje tjera që nuk lidhen me ju. Është BKH-ja ka anashkaluar policin për një arrestim dhe Irion Velia të më thënë çdo betet gjithë me gjitha se dhe mund të lirohen. Burgosen lirohen. Që s'është lidhur me ty këto dy, janë lidhur me ty, po ishte shumë kënaqësi dhe ne Faleminderit. do të ishte kënaqësi që ne të vazhdonim të bashkëpunonim dhe të ishe e pranishme. Faleminderit për ftesën. Me shumë dëshirë. Faleminderit shumë. Me që po largohet urbanistja, në gjithë bisedën që bëm, është fatkeqësi shumë e madhe që të zhvillimet urbane ne nuk i shohim edhe nga pikpamja penale. Unë vazhdoj të ngul këmbë, sepse kam një jetë të tërë që merrem me çështjet penale dhe arrit të them, në rast se në Republikën e Shqipërisë shkelet çdo ligj nga fillimi deri në fund, shpërdorimi i detyrës është shumë e thjeshtë. Shkelja e këtij ligji përbën shkak për shpërdorim detyre. Dhe të tërë këto element, ne s'do arrijmë t'i kuptojmë dot kurrë dhe do vazhdojmë të vështirësojmë jetesën tonë e të gjithë qytetarëve të Shqipërisë edhe të Tiranës në veçantë në rast se themi me qëndroi ligji urbanistikës, KKRT-ja zbatoi sakt ligjin e urbanistikës dhe nuk ka një ndërhyrje, le të ndërtohet kulla, le të cënohet jetesa, le të cënohet urbanizimi dhe shkelja e çdo ligji në Republikën e Shqipërisë. Në rast se ne nuk e shohim dhe në pikpamje globale atë që quhet hetimi kryesisht i një prokurorie, kur një bashki, qoftë atë ajo e Tiranës, çmendet dhe ndryshon projektet e rrugëve dhe i bën si të doj, dhe atje ku duhet rrugë makinash ve rrugë biçikletash, atje ku duhet rrugë biçikletash ve rrugë makinash, dhe themi që nuk ka lidhje fare zbatimi i ligjit me çështjet penale, atëherë ne i kemi bërë një dëm shumë të madh vetes, duke menduar që gjithçka zgjidhet vetëm në formën me që është ligji i tillë ne do e durojmë. Nuk është kjo situata. Jo, përpara se të miratohet një ligj... S'po debatoja fare, thash një mendim. Në rregull. Po, jam dakord, po, e kom... Doriana, faleminderit dhe njëherë. Republik prokuror se nuk kanoni mendim tjetër. Kalojmë fare pak minuta. S'ka lidhje fare. Kalojmë fare pak minuta në... Republik prokuror është Republika do kjara... Sa më shkurti jemi shumë vonë, po jo pra tani se nuk është... Kjo s'ishte shumë për replikë, se gati një lloj mendojmë. Është mendimi... Jo, nuk mendojmë. Sepse Ola Padashi... Tha, është mendimi im dhe nuk dua të dëgjoj mendimin tënd, tha. Edhe këtu thash... Jo, mendimin tënd të dëgjova shumë mirë dhe ke pjesa e dytë i arrite më mbështete totalisht se the e urbanistikës, kjo, policia financiare, policia ndërtimore, prokuroria dhe të gjithë nuk kam funksionuar derisa ka dalë kjo leje për pastrimin e parave nëpërmjet ndërtimit. Edhe ishim të dy në një mendim. Po pastrim parave ka qenë vizion ose drejtë. Ajo ka qenë vizion politik.